Ka baklava, por ka dhe gjylzeme, ëmbëlsira tradicionale e krahinës së Çamërisë dhe mund të them pa frikë që kjo është ëmbëlsira ime e preferuar dhe sa herë më jepet mundësia për sebepe familjare e përgatis gjithmonë dhe nuk është se përgatis vetëm në festet e fundvitit. Pasi kemi përgatitur brumi me gjithë përbërësit e shkruar në video, e lëm të pushoj për 30 minuta dhe ndërkohë përgatisim harxhin me arabajame, kanell dhe sheqer. Brumin e ndajmë në topta mesatar, as të vegjël dhe as të mëdhenj. E hapim me një seshte. Peta hapet njësoj si për petët e baklavas e holl fare. E mbushim me harxhin e përgatitur dhe e mbledhim dhe rrudhosim sa më shumë që të jetë e mundur. Japim formë në një lule, e vendosim në qendër të tavës dhe kështu veprojmë dhe me pjesën tjetër të brumit. E presim në formë tërkëndshme, duke qenë se tava ime ishte 30 cm, e ndava në 16 trekëndsha. Më pas i hodha gjarpin me pak vaj lule dielli dhe e poqa në 170 gradë për 1 orë. Shërbeti i nxehtë në dredanikun e ftohtë dhe lëm të pushoj për unë kam lënë 10 orë, por më mirë është të lihet gjatë gjithë natës sepse më mirë regjen petët. Ju bëft mirë.